Një 14 vjeçar në Pakistan ka sakrifikuar jetën e tij për të ndaluar një kamikaz të hedhë veten në erë në shkollën ku ai studionte. Aitazaz Hasan Bangazh ishte duke shkuar në shkollën Ibrahim Zai në distriktin Hangu, së bashku me një kushuri të tij, kur kamikazi i veshur me uniformën e shkollës pyeti të rinj se ku ndodhej shkolla. Pikërisht në këto momente Aitazaz filloi të dyshonte lidhur me qëllimet e këtij personi. Ai e ndoqi nga pas dhe e goditi me gur përpara se ta sulmonte fizikisht dhe ta vinte përfund. Duke mos pasur rrugëzidhje tjetër, kamikazi vendosi të hedhë veten në erë. Të dy vdiqën në vend, ndërsa dy të tjerë mbetën të plagosur nga shpërthimi. Veprimi i adoleshentit shpëtoi jetën e shokëve të tij të shkollës. Aitazaz Hasan Bangazh është quajtur një hero i vërtet në mediat sociale dhe nga televizionet e ndryshme. Shumë njerëz kanë bërë thirrje që 14 vjeçari të dekorohet me medaljen më të lartë të ushtrisë, pasi sakrifikoi jetën e tij për atë dheun. Megjithatë, mbetet e paqartë nëse Aitazaz është i kualifikuar për faktin se ai është thjesht një civil. Pakistanezët po e krahasojnë adoleshentin me Malalan, e cila u qellua me armë zjarri nga